Këto si janë thjesht ëmbëlsina, janë pjata. Unë dala në Mutje për të vizituar Sharlin dhe Dinën, një qift që ka marrë restoranti Lavut. Është një qift i ri mjeshtër restorantierësh, veçantia e të cilëve është gatimi tradicional francez, por sipas mënyrës së Dinës, që do të na zbuloj kulturën e saj. Mirëmbrëma, thënë që ti ishe mbreti aperitijet. Sonte do të filloj me disa gjëra. Këtu pahus një verë ëmbël, jo shumë e sheqerosur. Është shumë e mirë, të pijet me mas gjithsesi. Ka najma gjepsese, xhenxhefil, limon, pa alkool, paksa me fluska me bazë mjalti. Si jetë ndjen shumë bjevu? Mëlqipat e gjysme gatuar me kakao. Fillimisht do ta provoj kështu mëlçinë e patës, sepse me që është me kakao, është delikate, është e ndjen. Dhe një crumble me djathë bafor. Ka një shije të tymosur dhe butësia e vezës sjell një lloj ndjesie të ngrohtë, qetësuese. Është një perlë. Mishte vinin dhe na vot. Më thanë që ti ishe mbretëresha e gatimeve tradicionale. Por me prekjen time personale nga vendim. Dhe ti jesh vendyt. Kosova është gëshetimi i të dyja kulturave dhe në Savoj jemi fatlum sepse kemi produkte shumë të mira. Kemi gjalp shumë të mirë, djathra të mirë. Janë edhe erëzat e vendit tim që do të përdor mjeshtëria siç gatuan gjyshja dhe nërna ime. Sonte mishi i egër është kaproll dhe një polenta me djathë bofor. Polenta dhe një gratinim i bokërs, unë ja adoroj pjatat me salsë. Më kujton fëmijërinë time. Është përgatitur shumë mirë dhe mishi i kaprollit është i butë, por njëkohësisht ndihet shija e egër. Ndihet që ka mjeshtri dhe ndihet vërtet ajo prekja e veçantë e Dinës. Kjo është ajo që i jep ato diçka më tepër që të bën të kthehesh sërish. Të provosh produkte të shumë e rëndësishme dhe të përpiqesh të dallohesh nga të tjerët, mes asaj që pihet apo hahet, që klienti të thotë vi në restorant për diçka që se kam në shtëpi. Por të qenë mjeshtër restorantier nuk është vetëm kuzhina, por edhe salla. Dhe qëllimi ishte të tregonim klientëve që mund të kenë besim. Titulli mjeshtër restorantier mundëson qartësi, cilësi dhe mbi të gjitha informacion për klientët. Kemi gjithashtu një fileto Vici Wagyu të gradës 5 nga provinca e Tochigi. Jam shumë kurioze të zbuloj fileton e Vicit Wagyu nga Japonia, sepse është diçka për të cilën dëgjojmë fitet shumë. Në fakt, nuk kam ngrënkuar. Atëherë, fillimisht do ta provojmë thjesht kështu, për të parë pak se çfarë shije ka. Është shumë e mirë, është e tymosur, është e butës, është një mish i jashtëzakonshëm dhe ka një shije që të lë pa fjalë. Tava me djathë revolucione shumë pritu. Këtu jemi në Savoj. Është miqësore, është pjata mes miq, në familje, me fëmijët. Arfeja ngrirë me shatrec të gjelbër. Këtu nuk jam më thjesht ëmbëlsinjve, jam pjata, shatrëza e gjelbër, e famshme, dhe këtu, si akullore, nuk e kishim provuar ende. Do të përpiqemi të bëjmë një kafshat perfekte. Është ëmbëlsira që duhet në fund të maktit, kjo këtu është e fuqishme. Brenda ka një top akullore e vanilje buk me erësa e përgatitur posaçërisht nga Dina. Akulloria është shumë e mirë. Është bullare. Le të vazhdojmë me këtë pavllolla. Kemi xhenepin klasik që është këtu dhe xhenepin e zi që është aty. Xhenepi i zi është një bim që rritet nga 2600 në 2800 metra, prandaj është më i fortë. Mos hezitoni të vini këtu, sepse është një dyshe e jashtëzakonshme që ditë ju mirëpres në Lavut, në Mutje, nëse kaloni në këtë zonë gjatë pushimeve tuaja.